Se roli i prokurorit në zgjedhje, jo vetëm këto, po duke filluar që nga viti 2013, bazuar në memorandum bashkëpunimin që kemi me të gjitha organet dhe institucionet relevante, është ta mbrojë votën e lirë të qytetarit. Kjo ka tregu sukses ndër vite edhe në secilin parë zgjedhje. E them sukses nga se nëse bojmë një krahasim me zgjedhjet të cilat kanë qenë zgjedhjet pothuajse më të këqija në Republikën e Kosovës, ka një ndryshim drastik të numrit të personave të cilët kanë manipulu votën e qytetarit. Kjo falë këtij bashkëpunimi dhe falë rolit e prokurorit që tani ma e ka bo në pothuajse rutinë punën e tij në zgjedhje. Në këto zgjedhje kemi të angazhuar dikun 100 prokurorë së bashku me staf mbështetës, të shpërndarë në të gjitha komunat e Republikës së Kosovës dhe qëllimi është që në mënyrë efikase dhe më shumë dhe proaktive të veprohet që në parandalimin e kryesve të veprave penale apo që kanë të bëjnë me drejtën e votimit apo manipuluesve apo mashtruesve në çfarëdo mënyre. Bazuar në numrin e votuesve dhe raportimit të rasteve, mund të them lirisht se nuk e kemi asnjë person të ndaluar deri më tani për vepër penale që ka të bëjnë me drejtën e votimit apo nga kapitulli i posaçëm që në vete ngërthen 11 vepra penale. Nëse një vot fotografohet dhe ekspozohet dhe i tregohet dikujt që mund të jetë për qëllime të ndryshme, qofshin ato kanosje apo përfitime materiale, gjendje ekonomike, atëherë kjo bën domenin e veprës penale. Prandaj, çdo person që fotografon votën do të ndalohet dhe do të verifikohet për shkak e ka fotografuar votë. Është të vërtetë që kemi pas raportime për 3 raste, mirë po ata janë intervistuar dhe janë liruar nga se nuk është vërtetuar që ka pas ndonjë pretendent të caktuar. Ka pas edhe raste tjera të iniciume, të ndryshme, të cilat nuk kanë përbë vepër penale. Dua t'ju bëj me dije dhe një trajtim tjetër të incidenteve të ndryshme, se këto incidente gjatë ditës së zgjedhjeve mund të ndahen në 3 kategori. Ndahen në kategorinë e shkeljeve administrative, që nuk kanë të bëjnë fare me prokurorin e shtetit, mund të jenë kundërvajtje, prap nuk kanë të bëjnë me përgjegjësi penale dhe trajtohen nga policia. E treta, nëse përmbushën ndonjë element i veprës penale nga 11 vepra penale që kemi, atëherë prokurori ka të drejtë të merr veprime adekuate, për të cilat i ka procedura standardet e veprimit së bashku me Policinë e Kosovës dhe mund të vendos aty për aty edhe ndalimin e të personave. Janë një 7-8 raste të cilat janë raportu si incidente, po pas marrjes informatave dhe pas verifikimit tyre të mirëfillt, kanë rezultuar që nuk kemi të bëjmë me vepër penale dhe prandaj nuk mund të themi se sot kemi persona të arrestuar për vepra penale që kanë të bëjmë me keqpërdorimin e votës në këto zgjedhjet lokale.